Shyrete Beluli shijon qetësinë e bjeshkëve, kafe e ngrohtë mes burës dhe natyrës. Këngëtarja e njohur Shyrete Beluli ka ndarë me ndjekësit një moment të veçantë relaksi nga bjeshkët, duke publikuar në Insta Story një foto ku shihet duke shijuar një kafe të ngrohtë mes burës. Pamje piktoreske me natyrën e mbuluar dhe e bardha me qetësinë që ofrojnë malet krijon një atmosferë të rrallë dimrore dhe shumë të këndshme. Shyretja duket se ka zgjedhur të largohet përpara nga angazhimet e përditshme për t'i dhënë vetes kohë dhe qetësi, duke shijuar ajrin e pastër dhe heshtjen e bjeshkëve. Ky postim është një dëshmi e dashurisë së saj për natyrën dhe momentet e thjeshta që japin energji pozitive. Ndjekësit nuk kanë vonuar me reagime duke komplimentuar për thjeshtësinë, pozitivitetin dhe mënyrën se si dinë të shijojë jetën. Për shumë prej tyre ky imazh është frymëzim për të gjetur pak qetësi edhe në ditët e ftohta të dimrit. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.